Një njëri për shembull i cili rrin xhami të ditën, falet, agjeron, i përkushtuar lexon Kur'an. Mirë po, për shembull, ka lënë obligimet e tij ndaj gruas në shtëpi atje. Nuk mund ta preton beso kur adhurimin si duhet për fakt se ke lënë mungu diçka. Dhe kjo pjesa e xhamisë nuk mund të plotësohet pa pjesën e shtëpisë. Pra shpesh ndoshta e gënjejmë veten. Ndoshta krijojmë një imazh deformuar për besimin tonë. Ato mund të jenë pretime iluzionare, jo reale. Andaj unë e kam fillim vllai ndërrum me lërë se ne nuk duhet të mbështetem në përshtypjet tona. Për besimi është i prekshëm, është konkret, me rezultate po themi konkrete. E ken Kur'an, sikur se tha Hasan al-Basri rahimullah, qartë tha, shumë njerëz pretendojnë se e duan Allahun, e duan Allahun, e duan me shpirt, e duan Allahun. Dhe Allah i sprovoi, kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kaq. Thuaj nëse doni Allahun, më ndiqni mua. Sa e ndiqni pejgamberin, çaq e doni Allahun. Kaq. E njeh pejgamberin në disa aspekte të caktuara, kaq ke dashni. Njëjtë është kjo.